besimtar ortodoks dhe qytetar fjerak kanë ndjekur të premten e madhe e të shenjtë procesionin e epitafit, një ndër momentet më të rëndësishme të Pashkëve. Ceremoni simbolike i kanë paraprirë tingujt e bandës frymore, ndërkohë që epitafi ka dalë në qytet në orën 7:30 nga kisha katedrale e Shën Gjergjit, shoqëruar nga besimtar të shumtë të gjithë grup moshave. Sikundër tradita e përvitshme, epitafi ka përshkruar qendrën e qytetit të Fierit, duke përcjellë mesazhe paqeje, besimi, shpresje e ringjallje për të rikthyer sërish në kishë i pritur nga besimtarë të shumtë. E premtja e zezë shënon vdekjen e Jezu Krishtit në kryq për të ringjallur mes natën e zeshtunës, kohë kur kulmojnë dhe kremtimet e Pashkëve, ndërsa java e madhe konsiderohet periudha më e rëndësishme në kalendarin ortodoks, e përqendruar tek zia, pendimi dhe reflektimi shpirtëror.